Kisha e Shëngjonit në kodrën e Shëngjinit në Lezhë i përket 7 shekujve më parë, e megjithatë nuk është e klasifikuar si monument kulture. Ky objekt kulti, nga i cili mendohet se vjen edhe vetë emri i zonës, ishte lënë në harresë që prej shembjes së saj në vitin 1967. Përgjegjësi për monumentet e kulturës Paulin Zefi shpreh bindjen se megjithëse ky objekt kulti përmendet në relacionet e vitit 1336, ajo është akoma më e hershme. Vitin 1336 në hartat e gjeografit italian Armao paraqiten në hartë toponimi San Giovanni di Medua dhe në mënyrë të thortë ne mund ta mendsojmë normalisht edhe praninë e kësaj kishe. Por kjo kishë nuk është e vitit 1336 duke u bazuar tek teknika ndërtimit e muratura në pjesën perëndimore të kishës, është teknikë ndërtimit jo serbe, është teknikë ndërtimit bizantine e fillim viteve 1200. Dhe unë mund ta mendsoj se kjo kishë është shumë më e vjetër nga ajo se mund paraqiten për dokumenta. Është një kishë me përmasat e vogla, është e pajisur me absid, ka drejtim lindje perëndim, ka një portë e vogël nga ana, pra porta hyrëse në pjesën perëndimore, ndërsa në krahun e murit jugor është një drejtare stërgjatur, e cila sipas banorëve mbahet mendisht me xham të ngjyrosur, ku ishte vendosur në pjesën e brendshme shtatoria e shenjtit Shëngjën. Ministria e Kulturës duhet të kthejë syt nga këto objekte me rëndësi të veçantë për historinë e Lezhës, e njëkohësisht për historinë shqiptare.